Ky është shadrvani më i vjetër i Tiranës, daton rreth vitit 1878, jo në formën aktuale që është ndërtuar në kohën e mbretit Zog, por rreth vitit 1878, administrata osmane vendosi të bëjë disa investime të rëndësishme në qytet. Njëri ishte ndërtimi i kazermës, që sot njihet si dhoma e tregtisë, tjetri ishte ndërtimi i nën prefekturës në këtë drejtim këtu, që u shëm vitin 1927 për t'i hapur rrugë bibliotekës kombëtare, dhe kjo këtu ishte Milet Baçeja, ose lulishtja e qytetit. Është lulishtja më e vjetër në Tiranë, pra 127 vjeçare, e cila u ndërtua eksaktësisht me një shatërvan i cili ishte më shumë një pellg uji në këtë vend. Shatërvani nuk ka ndryshuar, madje ka pasur një betejë kur u zgjerua rruga që ky shatërvan të mos lëvizte, italianët e ngritën me një pjesë monumentale që e hedh ujin sipër, por kjo është lulishtja dhe shatërvani më i vjetër i Tiranës. Ende sot këtu kanë vendosur një çesëm e cila shërben edhe për të treguar, po themi, shenjën e lulishtes parë të ndërtuar në kohën e Perandërisë Osmane në 1878 që quhej Milet Baçe dhe shatërvani më i vjetër i Tiranës. Në krah të Akademisë Shkencave ose shtëpisë së Zia Bej Toptanit.